Po, receta e tretë, lëng qepe me mjaltë, shumë interesante do t'jetë në fakt. Si ta shtrydhim qepën, si do ta veprojmë? Do e zjem. Ta zjem qepën. Koncepti i recetës të tretë ka të bëjë më shumë, le të themi, më pjesën e dytë të aparatit të frymarrjes, që ka të bëjë me ezofagun. Pra, në dy të parat i referoheshin pjesës të sinuseve dhe pjesës të frymarrjes të bllokimeve kur ne kemi sekrecione. Isa pjesa e dytë ka të bëjë kur ne kemi shumë sekrecione dhe i ndjejmë që i kemi në pjesën e ezofagut, kur ne kemi dhimbje fyti ose laringit, që kemi njëkohësisht edhe pak koll të thatë ose koll me sekrecione. Që mund të vijë kolla nga sekrecionet, fillavin. Pra, kemi le të themi për pjesën e dytë të aparatit respirator. Kështu që pjesa e dytë i referohemi lëngus të qepës, të cilën marrim qep. Na duhen për një sasinë e ujit që kemi, se po veprojmë me gramaturën dhe me sasitë e përbërësve që i kemi përdorur edhe për dafinën. Diku ke gjysmë litri, le të themi, ujë. Kjo do bëhet si formë çaji. Gjysmë litri ujë, në të cilin do e lëmë të zjejë mirë. Do të vëmë qep. Do t'i presim qep? Diku ke 200, po, trash, jo shumë në... Do t'i qëndrojmë në strukturën e rregullt. Ne na duhet lëngu që do dalë. Të lëshoj lëngu, po. Kështu që ne do vëmë qepën. Por, për persona që ndoshta nuk e pëlqejnë shumë qepën, ne mund të përdorim edhe preshin. Po, mund të zëndësohet, pra, ndoshta problemi mund të qëndrojë te aroma, po. E njëjta procedurë do të jetë? E njëjta procedurë. Po të jenë të dyja? Kryesisht, mund të trasdoj vetë të dyja. Do jetë preshi jep një shijen ndoshta pak më të ëmbël dhe përdorim kryesisht pjesën e bardhë edhe tek preshi. Ne i njohim shumë mirë tashme që familja e preshit, e qepës, e hudrës ka një efekt shumë të mirë antimikrobik, antiseptik, le të themi. Po ndërkohë ndihmon jashtëzakonisht shumë për të zbutur edhe mukozën ke zona ezofagut. Kështu që diku ke 200 gram qep, le të themi, në gjysmë kile. Në gjysmë litri ujë do të zjejmë. Të valojmë mjaft mirë. Dhe në fund do e kullojmë. Në lëngun e nxehtë që është përftuar qepet. Po, do e lëmë të ftofet, do e kullojmë dhe më pas do shoqërojmë me mjalt. Sa do të hedhim mjalt? Sa alu? Në sasinë e ëmbëlsisë që ne e duam, jo shumë të ëmbël. Do e lëmë të jetë koncentrat sa më shumë që të zjej dhe do e përdorim 2-3 lugë gjelle gjatë ditës, her pas here. Do të thonë gjatë ditës mund të përdorim gjithë lëngun, duke marrë nga pak në varësi dhe sa e ndjejmë dhimbjen e fytit në këto raste. Mund të jetë mëngjes herët që sa është dhimbja më e madhe? Mund të jetë në mëngjes. Nuk ka lidhje me këtë pjesë. Mirë është që të mbetet sa më gjatë, pra ndoshta e përdorim mesën në mëngjes, ha mëngjesin dhe përsëri ta konsumojmë 1-2 lugë. Edhe fëmijëve në të njëjtën sasi do t'ja japim? Edhe tek fëmijët në të njëjtën sasi, tek fëmijët që janë nën 1 vjeç e gjysmë, do rekomandoja që mos përdoresh në këtë rast mjalti, dhe mund të përdoret me pak sheqer, mund të themi. Dhe mund të jepet edhe tek fëmijët në këtë rast. Mbi 2 vjeç mund të përdoret në të njëjtën sasi me lugë, varet se sa e do edhe se sa e pranon organizmi i fëmijës, sepse kur jemi të sëmur, çdo gjë pastaj është edhe në varësi të shijes. Edhe në varësi të personit, edhe sa arrin të jetë bashkëpunues, le të themi, në këto receta popullore. Është vërtet. Dhe janë më të vështirë fëmijët. Të 4 recetat ju lehtësojnë ftohjen, edhe këto shenjat e para të virozave apo të ndryshimeve të temperaturave që janë të shpeshta edhe që nuk kemi nga t'ja mbajmë, nuk shpëtojmë dot, si ne si fëmijët. Unë e kullova. Rolina ka përgati edhe lëngun e qepës. Në recetën e tretë. Do ta lëmë të ftohet, mund ta hedhim në një shishe dhe mund ta pim sa herë të dëshirojmë gjatë ditës. Na lehtëson shumë.